Dita e Shëngjergjit dhe dita në kujtim të Dervish Nezirit janë festa këto të cilat mbahen tashmë tradicionalisht në Babaj të Bokës në Gjakov, me 5 dhe 6 maj. Shëngjergji paraqet lidhjen shpirtërore të njerëzit me natyren dhe fenomenet e saj. Ritualet e kësaj feste variojnë nga rajoni, por simbolikën e kanë të përbashkët, lutjen për fatin e mirë. Edhe këtë vit në Babaj të Bokës. Kjo ditë ka marrë formën e një feste popullore që bashkoi shumë njerëz përreth vlerave të trashëgimisë shpirtërore dhe kulturore. Festimet filluan herët në mëngjes me rituale tradicionale dhe përfundojnë në orët e vona të mbrëmjes. Të rinj e të moshuar çdo vit mblidhen në natyrën e bukur të kësaj ane për të marrë pjesë në këtë ditë që pesha e madhe e kësaj feste bën që në këtë vend të vinë edhe pjesëmarrës nga e gjithë Kosova, Shqipëria e diaspora. Përshëndetje. Taku marrëni të gjusë tonë, një bashkëdhetar, një gërnac, ty në hatë botusha, në hatë mirë se ke orë. Mirë që qëtë pas e zeq. Ti vjen regullisht. Unë vi regullisht për Zvicrën në këtë vend të bekun këto, ja vlen që e orë dhe ti me boj intervjist këto me këta vizitur. Të falemderoj shumë. Jeni gazetar number 1 në Shqiptari. Për çka vjen mas shumë të këtu, çka të pëlqen këtu? Më pëlqen to këta vizitorë që vinë me vizitu këtë bablok këtu, është kë vend i shenjt është bablok me vlerat moja. Në Botushe la shqitu i roba si zeq, kurse në këtë vend nuk jemi larg prej Botushe, këtu o kam mbretëron një atmosferë shumë e mirë, edhe ky bablok ja mundson ton këtyre vizitorëve me kalu këtë ditë bukur si mas mire. Jo falemderit edhe juve pas e zeq, e je numër 1 në Shqiptari, je gazetar më të fort, nuk e di se kanë projekt shqiptare. Respekt për juve. Qazim Bajosaj, shati për kollok ku unë dhe qanit, është panis për... Unë e vi për 20 vjetë. Çka të pëlqen këtu? Ne vi veç për mendaj, veç për qef, me pas kalime, me kalu mirë, në shoshni, ku qëtë të shamije që të vi. Zë që e kom një anë, e kom... Po shumë gjallë është të më një, kom respekt për të, shumë me të, e me të mira gjithmonë kalofshi, edhe ju faleminderit për ju si një ardhë. Kështu e kalon babloki, është shprehja që e dëgjojmë më së shpeshti gjatë kësaj feste, ku pjesëmarrësit mblidhen në një vend të përbashkët, zakonisht në livadhe apo hapësira pranë fshatit, ku organizohen aktivitete të shumta, lojra, shiten ushqime të ndryshme, e pjesëmarrësit mund të zgjedhin çfarë të duan dhe ta kalojnë një ditë të mrekullueshme. E ne u ndalëm të bisedojmë pak me disa nga pjesëmarrësit që ishin mbledhur bashk dhe po e shijonin këtë ditë. Ju boft mirë. Bukur mirja pas kështru. Qësh po kaloni? Mirë. Mirë shnosh. Qësh po kaloni? Muj meka. Kush është ai baksuzi si po qaros për juve? Qaj? Gërnaqa? Gërnaqa? Qësh po kaloni? Ade kalzona kush jeti? Jam afrim goqi prej Mollishit, me vllazni e shoke, kem ardhur është ditë e shajt sot, prejnë kurbanën të babloki e vim për çdo vjet këtu, edhe ulem pak me bo qef me këtë shoshni, po s'ta fa ku marrë për atje, për që... Ja, asnjo, veç vllazni edhe shok për Malësie. Ju nga Tropoja? Po, nga Tropoja jam. Nga Malësia Gjakov? Në Malësia Gjakovës. Kena arë për qef, mirë për kaloj, regullisht. Për mua, Eduard Hysa e për mua hera e parë, si po vi po u knaqe. a po të pëlqen? Për zotin Çka po. po të pëlqen më shumë këtu? Shoshnia, vllaznia, naja krejt. A ka kështu të ju kështu najash në Tropoja ti? Pasha zotin, ka, bajmë qështë të nëjtë vogën, po qështë jo. Ja qështu të Madhështore ju, ha? Hadi ju dëshiroj më kalumi. Unë jam Gjafer Veseli nga Kosharja. Po? Tu kom për çdo sene vije, banojnë vjen të Austrijës. Po? Për sene vi këtu. Po stafat. Po stafat. Po kaloni mirë? Shumë bukur kalojna. Nasnu. Kaloni mirë. Edhe kë gërnaç. Ç'është po kaloni? Mirë. Theu që dhe i pej kamerë. Theu që dhe, qëre. Qështë e ki jemë? Haqë Veseli.
Po, a vjen të rregullisht? Po, për çdo herë. A je këtu hët? Ja, jam i Kosharës. A i Kosharës? Po. Për çdo vit vjen? Për çdo vit. Tash a ke ardhur për jashtit, po stafat për Për stafat ma plan edhe nesër kom shkuar. Hajde kalofsh mirë. Faleminderit edhe ju kalofsh. Ju boft mirë. Qush jeni? Zymera Demaj. Kuma që ta mira. E kam një kërkesë për juve. Se një kohë nuk përra që të gjënë. Kontonën pa. Kom vitën para fashista. Gjërë? A kam me vojë. Me më paputi unë e qesh. Hajdi kohë. Shyrim. Po kaloni. Kuma që ta mira. Për shëndet. Ju jeni laknaci, ha? Po, i ka strasa Demaj. Po mdo këti keni lon lakna. Krejt i kemi lënë. Apo të se që o dojnë biznisi në ryshe. Pse i kështoja u kë? Une i gjuce, po. A, shumë gjuca e jasë që. Po. Shumë bukur. Apo të se që, mirë shumë, mirë. Ade ju boft mirë, pra. A jam i vogël une. Ja. Tash sa të rrit në edhe pak. Je ka rritesh. Ty po. Të në herë. Që e këti të e Po se kërrin një vend unë e levizit. po kamioni. Kamioni mirë. Këta ishin prej logje. Laknaxhi të logjës. Uj, Sadri Gaxheri, një përshëndetje e madhe për këtë popull dhe për Bacënzeq posaçërisht se e bën këtë vizitë shumë të qëllume. Si shpisheni edhe vetë një atmosferë jashtëzakonshme të ky bablok. Që t'ju them, gjithë të mirat, Bacënzeq rrnjofsh 120 vjetë. Pa këngë e valle, nuk ka se si të kaluat kjo fest.
Shumica e vizitorëve eci në këmbë për të shkuar deri tek Tyrbja Pulaj e Derveshnezirit, një vend i shenjtë për ata që e vizitojnë, që luan rol qendror në jetën shpirtërore të besimtarëve. Në Tyrbe mbahen lutje, këndime shpirtërore dhe falen për paqe, shëndet e mirësi për familjet. Atmosfera në këtë Tyrbe është ngarkuar me ndjenjë për ulësie dhe lidhje me Zotin, duke shërbyer si kulm shpirtëror i gjithë festës. Brenda Tyrbes së Derveshnezirit, gjatë vizitës tonë, takuam edhe familjarët, të cilët treguan se çdo vit kjo traditë shënohet duke shpërndar mishin e kurbanit për gjithë pjesëmarrësit. Cila po më tregon për çka janë qëtu që po jepni, çka sjellin këtu? Për ilaç. Për çka? Babluki që është ky, për që ata i marrin gjinja, minun kuleta, minun dorë, me për ilaç është. Për smundje, për... Po, për smundje, për gjithë shka. Për fat. Po, për shka të kanë qef. Për çfarë dëshi? Këtën kulet. Kulet? Pej du të minun dorë. Që të ndon kulet? Kun kulet, edhe manë të në heret, as du të me shkel, as du të me hup, as du të... Vish kur... A di kur desh me hup, me qitë në e me gjujtë. Shumë bukur. E ti apo na kallëzon që ta pejt çka nimojnë? Kallëzoj kjo mund, po, mi lidhë në dorë, mi rridhë fëmijëve në dorë, mi rujtë zuti, qashtu. Po, du të me mojt katë këto? Sa tek putet. Tek putet? Po, tek. A du të më ngjit gjonë të ave qështu? Ja, vi qashtu. Muju në i mora dy, të shohim që apo na sjell fati. E ju apo më tregoni, çka boni ju qëto? Hizmet bojmë. Hizmet? Po. Çka është ai hizmeti? Po ju jepin pejt, tash ato i hekim senet pe aty, që ato si grumbullohen, aty i hekni? Po. E çka janë ato, se janë të fala, po? Çka i bi nezra për vit. Nezra? Po. Ku shkojnë ato nezra? E ka fondin e vetë tyre. Ja i qojnë djemë, t'jena shumë shpit lazni, e këta i qojnë atje, i lënë shka o nevoja, që ke bukë, tonë s'ta gjinhajnë bukë atje, me qëtu, buka po. Blehen ushqime? Ushqime që ka përgadit për kajtë mustafir, kush dënë shka në hanë. Ato në thanë që ti din më na full pak për historikun e dervishit. A priton? Ja, hes për tej. Kë na jemi 5 faqe pi vjehrit jam i tine, jem familje tine. Po na e ka palon kjo amanet. Po që unë. E kalon amanet së unë më ka të nxëfër të mirë ty. A të nxëfër? Bravo. Po di. E kalon amanet. O, faleminderit më i. Të bofë se va. Faleminderit. Edhe e kalon amanet me prej e me u bon për ushqimen. Po, me u bon po, e me prej kizhin, adin, kurbanin, për shigjet, po. Edhe tash në pi 14 maj, ja nisim që të 3 javë për gjithë sabavi me dejnë akshëm. 4 mëngjes. Po jënë 4, po në 7 vim, e dektirë në promjet, merre. Edhe vim dektirë në 7 këtu. Atër në 7 shkojmë shpia tona, e nëmë, kjo ka derën qilë. Tonë kohën dera qilë. Se këtu kura basim, thejka e plaki jem, thejke e kem shelë, thejke derën, 3 herë e kem gjithë drynin e thynë. Atër e ka pa dikush andër, ju ka diktu, ka thënë mes me më shelë derën, se unë e du me më rrujtë kush, veç me ma ba që qilime. Edhe du me kush të vinë në vëjli, si vjenë, është i lirë me i marë, së kur nësi i marën, së kur kur. Nësi të në familjarët, në jem tash 100 vetë, për shemë dhe shpia jonë. Na kem bo, të në heret e kem bo që aty bashkë kur e konë. Tash edhe kur jemi da, e kemi lanë zbashtit, krejt e bojmë, qojmë tërë që bojë tonë marë, bojmë sa të mundën, dje me gratë, mi e krejt. E bojmë qëlimin atje. Më shkuti atje poshtë kanë zëjsh ka bohat. Ku është ajo? Poshtë, si që këshë shë gjinën ka hinë. Që aty kiti shë maslahat. Do më shku aty. Vëllaj po, e kje, se kësh ka thirin, kusha ma i modhi, për shemë dhe konë plaka, i herë plaka. Atër one, kushta ma i vjetri, e merë. Këto, po, që shto në 17 vjetë, e këmë rëqit. Kësh ka thiri?
ke shka thiri me thotë si më gatë në gjë, edhe qështu. Jemi arëm ju bu mërë dhe në spekt. Faleminderit, qështu. E sa ditë zgjatë kjo? Ky atë thash 3 javë. 3 javë dhe pik 14 maj, asi prill e dhe këtërën e që tash që kje ditë. Atër edhe dhe 9 në ditë vinë gjenë bëlla, të dilë, po. Atër vinë për ditë këtu, dira o qelë, në atë ditë e ki këtu gjinën. E vinë, po e kem në edhe një familje tjetër, ata ja dhe zinqirat në mbramjet, se kanë shpi që të poshtë, e kujtë po, edhe na kujdese me vi, me fshi, me vi, me nëreshje me tonë kohën e gata, din, qështu se është i joni, e qështu. Të krejtë, po, faleminderit. Ja, na me gjithë qef. Unë e ta 74 vjeti kom, po, kom qef më ardhë, po, vëllaj. Qështu, po. Ma faleminderit shumë. Kjo ditë në Babaj të Bokës nuk është vetëm një festë popullore, por një ditë me thellësi të madhe shpirtërore dhe simbolike, e rrënjosur në praktikat e besimit dhe traditës së këtij vendbanimi të njohur, për historinë e tij fetare dhe kulturore. Një nga momentet më të veçanta të kësaj dite është therrja e kurbanëve, një ritual që ka zënë rrënjë të hershme dhe që mbart në vetvete një simbolik të fuqishme të falënderimit, solidaritetit dhe kërkesës për begati e mbrojtje hyjnore. Në oborrin e kësaj tyrbeje bëhej therrja e kurbanëve, e cila sipas vendësve ka mbetur nga dita e vdekjes së Dervesh Nezirit. Në këtë ditë të madhe, u therrën mbi 1000 kurban, një numër që flet vetë për përmasat e kësaj feste dhe për përkushtimin e besimtarëve. Mishrat e kurbanëve gatuan në mënyrë tradicionale dhe servohen për të gjithë të pranishmit, pa dallim. E kundër vite, morin pjesë pothuajse çdo vit deri në 10.000 pjesëmarrës. Pse unë i largoj njerëz këtu se këtu punojnë, janë 70 vetë e 100 vetë si punojnë zinë, punëtor fshatit, të organizohen punojnë, ky vend i shenjtë me 1000 vjetë. Unë jam Ramtali, vinë pej diaspore, sot i kom pa janë orë për 7 vetin pej diaspore, ja 30. Vinë pej diaspore, pej gjithë kajt vinë. Me kila nuk e di vishtej 1200-300 kingja. Del me visha keca si prejnë. Njerës t'i blejnë, Mitrovice kënena i shojnë nezër në tyrbe. E atje i prejnë, i binë këtu i zim, ju epi me hongër poplit. Krejt pa pare këtu kush dojnë me hongër e me pi. Këtu ka mish, edhe halëm, edhe buk. Që të trija janë të garantune në kofshin 10.000 vetë. Këtu tenë 7.000, kanë do 8.000 vetë, si tenë 10.000 është numër si vjen këtu me hongër buk. Si janë sigur që janë, veç në shoka mirë në këshyre, bablok. E juve ju respekte, përshëndese televizionin e juj, Koki Fontona, i një të mrekullueshëm, e përshëndes edhe ish policin Bacen Muj, e respekt për juve, kaloni mirë. Unë punoj këtu si vullnetar. Këto kamishi unë e punoj, kamishi. Kila kënda 7 ka... Një 280 kila. Po. 7 kazona e qeshim të vogël ka 40 kila ndo. Gjellë këto është e përgatitë me oriz, me makarona, me gjëveqa, me këtë, shkaj takon këtë qanë, dhe kumpira, gjitha ato i ka. A nga në muzimi që si kazone? Jo, një orë, me shikin gjithë kjo, zjetë shumë shpejt. Po, ja, këtë. Ka e në shpraz, një herë e në shpraz tonë, tash jenë hargju kreti herë, tash për herë dytë, që ta shkun vish për herë tretë ka shprazën. Tretë, po. Të 8 herë... 3 herë tjetë 24 kazona që të majtë, e të vazhë
Ti në shpros. Ka 7 si në zonjë. Ka 7 vëgjët që i qesim të maj. E në këta e në parë livit shumë, këta që s'pujnë. Valla i vërgjë shumë. Këtë duhet më konë 300 kila. Më konë në kasare të ushtrisë. O që di. Targe ka këtë popull. Logarit, e? Hajdari zjomi! Ba të zesh, hajde këshu i ka zonë. Ka një për të batë në desë, pa një gëjnë bu. Asë një fix, ma ka një unë veqë. Ba të zesh, hajde ka. A një këna reka këtë që shto s'pas ka gjo. O, jo i shola, jo. E i qenë mësë në kërës për batë në zetë. Qështu? Radio Fondona është e jona. O, mish, hajdari zjomi. Po, këtë mirë. Ky, i qenë që ta ka zonat ka 40 kila si në i qesim këtu. Ata i jebi... Po, tonë. Në sa mu shkajt këmi. Që kjo argju njëherë, të është i përjerë, po. Që kjo tjetër është bacazet që i mushën plot. Kjo tjetër i mohë. Erdem. Ej, mashallah i ku. Mashallah i ku. Edhe kjo është plot mish. Sa punëtor janë që du të angazhu, sot që ta mërmenja? Një 50. Po, 50 vetë. A ju pagun kush? Jo. Krejt për shpi? Unë pej 89 për në këtu. Edhe të mund. Pej 89 për në këtu. Më ka panu babgjyshi, baba edhe vetë. Jemi i tjetër fshatit të në vetë, pej fshatit për 4 vitë. Vëndëtarë. Më konë si hajnë gjithë, ka një copë mish, logaritë komunin e 5 i kisha furnizuar. Po këto ka... Unë nga di shien. Që tash. Nga di shien më në zetë. Si presoj ka që këtë ta zemë në tabu më rejtë. Qëtë? 250 litë. 7 her 4, 28, një 280 kila. Mish, o fjolla, mish. Kështu me pjesë këtë duhet më konë maj malë. Kjo është mish. Kjo së i gacëm, hajdo. Ja, pa, veç që veç ka ozin. Shkap tu. A bon me kërku do halve? Po, da që ta japim të shka ma tonë. Ska dërë, hiq. Ja. Hiq ska dërë. Të zesh, kush s'me e marrën të në shpe? Në shpe s'me e marrën kush. Jenë mënu gjinja edhe në shpe me marru, për s'me e marru. Ashtë e mirë. A e mirë shumë. Ashtë janë me, që? Pet pak. Ka 6, që tu për shamu, ka 7 copa e ndojmë, i shpozim një. 7 ka zona. I në zanë që kuj, 5 copa që kuj. Që kuj 5 ka zona. E këta tjeti nuk i në zonë, ta i në zonë ka 5, po këta 5 copa i në zonë kështu. Këtu e efim një, po të qesim. Që është nëse bujmë për miqen më rrë. Ka dali amoni u ku. Apo mishi kiti duke për të veç. Mishi kiti se për të veç. Po, a? Me 2 val hazër. O, mund një djemë. Që shikojnë që ti, ka dalë o adjon? Që shikojnë që ti si e shtit? Drung. Drung, po? E po em? Drung i thojnë. Drung. Bravo. Drung i kemë. Bravo, në zonë angosht, nuk e dite. Tlumt. Ti thojnë drung, bravo. Edhe këto dhe ka me fjalla. I koshore së di. Bravo. Unë të pësoa, hej. Një ushqim tjetër që servohet në këtë fest është edhe përgatitja hallves.
Hallva ndahet ndër të pranishmit si një simbol i mirësisë, i kujtesës dhe i bashkimit. Përgatitja e saj bëhet në mënyrë kolektive, duke ruajtur receta tradicionale që trashëgohen brez pas brezi. Mirë se keni ardhur, moshe. Këtu qërimin e ketë bablokit. Hallu mos. Po. Për shka buhet kjo? Kjo buhet për qërim e hallu më mish për çdo vit. E ka lënë babloki. Shumë. Kështu buhet kjo 1000 kg vjen shkojnë 500 kg flynë. 1000 kg. Po. 1000 kolomoj. Po. Edhe tjetër që shkajtë. 1000 kolomoj të tynë kjo buhet, vetëm edhe mish qorb. Kanë më hongër sa të bitë du popull. Edhe të lynë. Lynë original. Kur çdo tjetër. Edhe shiqerë, dijet shiqeri, po. Po, shiqeri dijet. Cili jo pa historia, ti? Kjo ma i vjetër. Pa shiqer nuk bëhet. Ja. Valla shkuar ja 500 kg po. Po. Po, ani, mirë se keni ardhur, e kërkoni, është e shishme. Edhe më mundu me marrua, shpik kështu s'mundu me marrua. Përshëndetje, unë jam Zenuni, VP i fshatit Babajt Boks, pikërisht për këtij vendit, ku dhe po bëhen qylymet për Dervesh Nezirin. Sot, sikur po shihni këtu, bashkëtarët, banorët të regionit, gjitha fshatrave organizohen për mi prej kurbanin. Po, organizimi që është këtu, është për fshatra për rreth, për fshatët Babajt Boks, janë krejt vullnetar që përgatitin mishin, halmen, edhe i shtrojnë qylymet për krejt njerëzit që vinë për mbar vende shqiptare, edhe për Shqipënijet, Kosovës. Sa është vështirë me bëtë gjithë këtë organizim? O shumë vështirë për arsye se ka shumë njerëz që vinë me mija njerëz, edhe thejnë dikon afërsisht 920 kurbana, edhe krejt ka sot du të mu përgatit edhe mu urshy për këtë popull. Krejt ata kurbana i financojnë qytetarët vetë? Po, është vetë, se cili është prej dëshirën e vetë për me dërguë për lutit e veta, shërbimet e veta, edhe ato shka të teprojnë, i shpërndajnë për njerëzit që ka nevoja, që janë njerëz me nevojtarë. Mirë, që sa vjetë jeti i angazhumë këtë punë? Unë faktikisht nuk jam drejt për drejt këtu, se këta se në uniform të kuqe, këta organizojnë e bojnë, po na jemi çdo vit, unë jetoj në Zvicër, vi 5 Zvicrës për çdo vit. Për këtë punë vinë shumë bashkëtarë edhe vende të tjera, po zakonisht bashkëtarët e Babajt Boks janë shumë të organizuar edhe vinë për këtë datë që është për Dervesh Nezirin. Edhe juve gjithashtu. Si ja kalove? Bukur, e ju? Përshëndes, respekt për punën që e bon, ka pak. Shumë respekt. A jeni mirë? O, ju bukë mirë. A kanë përgadit mirë? Mirë. E kanë gjithë mirë, si o, është zita mojë? Po, gjithë mirë. Po? Po. Meshkizhi mo. Meshkiz, nga Tërpoja, po. Meshkizhi mo. A vjen regullisht? Po, regullisht, gjdo vit be. Gjdo vit. A përgatit një ma mirë ju Tërpojon të në Kosovë? Jo, ju e kini mos anot. Po, a? Po. Mirë. Ju bukë mirë. O, gjithë e mirë, ato mërë ta, se edhe jo mërë ta e mirë. Ai që ka nuk këtë tradit, inshallah Allah e shpërblen. A vjen regullisht? Jo për herë parë, më kom dëgjus, gjithë për to, për sulë kumë është. I pa i tjeti? Unë jam ndaj pionës Malishevës. Malishevë? Po. Shumë bukur. Që shë ke jemnin? Qemajl Bojra. A je këtu, a je jashtë? Ja, këtu jam. Këtu. A do marë tjetër herë? E me emër Zotit, edhe me kontribut i shka. Bravo. Edhe me kontribut i shka. Bravo. Halal, ju bukt mirë. Edhe ju kalofshi mirë, falenderit. A ka dhe për mu? Ku? Tje pas të hongër eshna. A lërë që komisit të zetë? Lërë të kërkoj ta. E mija të morë për shope. E mija të morë. E mija të morë për shope, që ju muë. Ju bukt mirë, ju bukt. Sa zetë? Kur dushe mojë një vend që të udim na. Ka problem. Hajtë kryet i ka dakë. Fol me Romen.
S'ka po ma ju zetë ma pet juve. A zënë me i këtis ju a? Po ca muj. Miru po. Edhe herë në zatë herë që të me qasit i shka. Jem mësume. Më me mlerë dhe. Jo të ka drejtë për pisë në fishë, ka do të shka drejtë. E kom hisën aty. E kom hisën. Nisë ke pas shpitet. Kua? Telefon tonë, mirë ju bu. Fontana. Fontana. Bash, Bacizic, mirë, qësh jeti? Je mirë. Qësh po kalon? Mirë shumë. A vjen rregullisht? Çdo vit. Qësh duhet? Shumë mirë, fantazi. Pa përmirësim, heq një fisë për cilësi. Qësh s'ka dita ditës është përmirësimi gjatë kondi, këtu është veçantë, i veçantë diçka. Faleminderit ju bëftë mirë. E mira ju gjetë. Kjo festë e madhe në Babaj të Bukës e bën këtë ditë të paharruar dhe të mbahet mend për gjithë ata që morën pjesë e pan nga afër traditat, kulturën dhe ritualet fetare të besimtarve.